Pikal, ju Credo Pikal, ju qa jeni ju pidh motrat, ju shifsha fisin, o kompani motrishirash, o kompani ropshimash, o pidh motra. A doni t'ju tregoj gjë për këto Credo Pikal? A doni t'ju tregoj gjë? Si jam pidh ropsh, a doni t'ju mësoj skem? T'ju mësoj skem? A doni t'ju mësoj skem? Kush ka kredite Credo që ka të prapambetur? T'ju mësoj skem. Nëse s'bët kështu si them unë, ju kam borxh jetën e çfarë doni ju. Komentoni pak, ngreni pak dorën kush ka kredit prapambetura. Që i kanë rrit kështu kamatat edhe unë a thot. Edhe jo tregoj unë. Për kokë të familjes. Ja rob sa për shli paska, ika çava, që keni borxhe deri fyt. Bësha ka gjatë ashi. Unë kam shku, kam qenë 20 vjeç, më duket 21 vjeç, s'maj mend. Kam marrë te Credo Pikal 250.000 lekë. 250.000 lekë. Edhe mora 250.000 lekë veç me kartë identiteti. Tashi, në çdo fund muaj, nëse s'paguje lekët, paguje shumë, kështu 25.000 lekë, sa ishte ajo që mos kalonte me këste. Do me thënë, pagun merr 250 euro, vjen fundi muajit, nëse si pagun ato, pagun veç shtesën, 25.000 lekë. Po prit. Erdhi fundi muajit, pagoja 25.000 lekë. Pagova dhe herë tjetër 25.000 lekë, s'kisha më thash mbjell motrës. Shmu qa kari të marrë telefonit, jo po këshua, jo po do të sekuestrojnë të, jo po për mbarimi, jo po për fillimi, unë qia rop, stresi madh, ku gjej lek që atë bëj. Erdi moment, më thanë mu, jo po do të bëj me 3 këste, jo po do të bëj me 2 këste, jo po karin pjell, kishin shkuktëm, ka 250.000 lek, 2.800.000 lek. Prit, jo po me 2 këste, jo po me 3 këste, mu qa kari mu, ka loj tha i morëm në telefon. Se si hapja s telefonin, sa e shifja aty, banka, të shifsha motrën, thash. Kur më thoshin to qia bëhe se kurse kisha menjenu, se kur ishin mrapa, po si hapja telefonin fare. Edhe tashi, morën telefon këtë i thashe, di si është puna vllai, merrni masa qa keni me marrë, thash, nuk ka pjellë motra, unë lek s'ka me dhënë, thash, më plasi kari, unë kur erdha me marrë kredita tjetër, se di se qa kari kisha pi, thash, kam qenë tap, ase mbaj me fare, thash, po gjithë se si erdha me kartë identiteti, vazhdoni, u thash, ndishni procedurat e juja, paguaj, thash, 2.800.000 lekë për 250.000 lekë, s'ka pjellë motra, i thash, nuk kam lek me dhënë, vazhdoni merrni masat, jo po prokuroria, jo po të shkosh polici, do ju futesh në burg, vlla, merrni masat, bëni çfarë doni, thash unë s'kam, deri këtu jam. Edhe marrin këto të nesme. Zotri, kemi ardhur me një ofertë për ju. Thash, ç'a ofertë? Ju tha, nëse deri në filan ditë, më dhan 15, jo, më dhan 5 ditë kohë. Nëse për 5 ditë kohë, pastaj fillova të i bëj unë presion atyre, nga ato mu, i bëj unë presion atyre. Për 5 ditë, nëse ju paguani, tha, do paguani veç shumë, tha, sa keni marrë në fillim fare për 250.000 lekësh. Do me thënë vetëm lekë juaja, thash, po, për 5 ditë. Për 5 ditë jo e thashun, se punoj e kamarierë atëherë. Për 5 ditë jo e thashun, datë 1 deri në datë 3 marrë rrogën, mena kësaj datë. Jo për shumë vonë zotri, tha, nuk mund bën gjë. Bëni çfarë doni, thashun, lekë s'ka mika. Mori. Okej, tha, mund të paraqiteni nga data 1 deri në datën 3. Tha. Okej, shkoj lalin datën 1, lekët këtu unë i thoja, bie letrat i plotësoj ti shoh. Ti shoh letrat. Kam më punë me ju? Jo. E lexova, thoshte ke marr 250 që ndorë në pjellë motrës, 2 vjetë e sa, 3 vjetë do të shimë të, do të marim lekë, do të marim penge, do të vjedhin, do të bëjnë. Po s'ka me thashin shifsha motrën, ka marrë me kartë, ju më kredia, ju shifsha ropë në pjellë, mani dhe test alkoholit ty, se do t'ju shi motrën, se vjen e pia nesë, aty me kartë ndorë jep një lekë ju, pjellë motra. Presione, vdek familja, as i lekë s'marin pjellë motra të rëpshirat, as i lekë. E di qa ke aty? Veç se të vjen me pull të kuqet e banka për 5 vjet, me pull të kuqe në bank nuk merr dot as kredi as gjë. Veç ky është bezullimi, po për lek hajnë majën e karit, a keni fuqi me u marr. I merrni, ju shihni dhe gratë, natyre që punojnë të zyrat, pjedh matrat. Faleminderit zotri për keni harru kredin, po ik më të shifsha rop të morri kredia 5.000 lekë ditë. Ata shifsha familjen, o Credo Pikal, o ju te kredit, o ju shifsha motrat mungoj, o rëpshira, ju shifsha familjet mund pjell, ju shifsha gratë në bëllë, se i ropët shqiptarët më pjell, motra i mu, ju pastaj po vënu i ditë, doni 5.000 lekë ditë, ju më ju shifsha motrat në pjell, kompani rëpshirash. Quna dhe goca, ma bëni qik follow gjithë follow, gjithë. Ika, ju rujt zotit gjithve se do të takoj pak Xio, do jem me Xio dhe do shifemi më mrapa. Po them, nga ora 9 deri 11:30 do jetë për natë ky lloj emisioni, kena me bë gallata me i shiro me unë knaq. Ika ju du fort.